Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për diskutuar një prej ngjarjeve e cila ka marrë gravitetin e opinionit publik. Ditën e sotme tashmë përsëri e rrethuar me tymnaje, por edhe me zhurmë mediatike, por edhe politike, tashmë ka një paqartësi se çfarë po ndodh brenda dyerve të SPAK-ut. Duket se dënimi i gjyqtares Irena Gjokaj në Greqi duket se ka disa baza, por në fakt akoma dhe sot, akoma në këto momente që ne flasim, SPAK nuk është përgjigjur. Në anën tjetër, vetë gjyqtarja Irena Gjokaj është një prej gjyqtareve e cila ka pasur peshën më të madhe, për shkak se ka hetuar Sali Berishën, ka hetuar Ilir Metën dhe gjithashtu pritet të hetojë Arben Ahmetaj. Në këtë panoram, në këtë situatë, duket vetë opozita ka ngritur gjithë mekanizmin, apo ka ngritur gjithë narrativën, që gjyqtarja Irena Gjokaj është përdorur nga Edi Rama për të goditur politikisht Sali Berishën, Ilir Metën, apo qoftë dhe Arben Ahmetaj. Kjo ka qenë narrativa që ka ngritur Partia Demokratike të paktën, apo njerëz pranë Partisë Demokratike, apo edhe gazetarë. Për shkak se tashmë vetë kjo çështje, apo vetë SPAK-u ka shumë tymnaje, dhe ka shumë tymnaje për vetëm në arsye që shqiptarët po presin që jo vetëm të ketë dënime, por të ketë dhe sekuestrime. Të ketë sekuestrime kur vetë qeveria tashmë është në një periudhë mjaft të nxehtë. Data 22 po afron, data 28 po afron dhe në këtë momente duket se në gjithë panoram kryeministri Rama tashmë ndihet i lehtësuar nga ftesa që i ka ardhur nga Donald Trump. Një panoram e cila duket se ka marrë një kontekst sa politik, por në anën tjetër vetë opozita thot, vetë Edi Rama duhet jetu sepse nuk i shpëton dot SPAK-ut. Një kakofoni mediatike politike e cila ka shpërqendruar dhe ka çorientuar komplet opinionin publik. Ne do të mundohemi në fakt ditën e sotme së bashku me kolegun tim Aneri Bala për të diskutuar në këto aspekte. Aspektet që lidhen drejt për drejt çfarë do të sjellë tashmë ky rezultat për Irena Gjokën, tashmë a kanë kartë morale Sali Berisha dhe Ilir Meta të kërkojnë qoftë lirinë e tyre, dhe në anën tjetër, apo bëhet një sabotim brenda SPAK-ut, çfarë nuk dim ne dhe çfarë nuk po shohim ne, që aty po luhen fijet që shqiptarët, apo dhe gazetarët, apo edhe njerëz politikës, mos marrin vesh se çfarë po ndodh realisht midis kësaj lufte e cila në fakt shpesh ndodh SPAK politik, apo politik SPAK, por edhe sot ne presim të mundohemi të dekriptojmë sepse kjo është më e rëndësishme. Unë thash e kam parë me vëmendje, e kam ndjekur ka kohë që e kam ndjekur si debat për shkak të rëndësisë dosjeve që ka zonja, sepse ka disa dosje shumë të rëndësishme, ndoshta nga më të rëndësishmet se sa të gjithë të tjerët, përveç për ashtu rastin e zotit Velijet dhe zonjës Balluku që kanë dalë tani vonë. Po këta janë dhe të majorancës. Po jo, dhe Irena, zonja Gjoka ka pas dosjen e zotit Ahmetaj, ka dosjen e zotit Ilir Metaj, se për qartësim, dhe dosjen e zotit Berisha. Tani gjithë beteja, ose kali beteje, se udhëhoqi Berisha kundër SPAK-ut ka qenë narrativa që këta janë të kapur, organizat kriminale, i shërben Ramës, janë të shantazhueshëm, kjo zonja është dënuar, ka ndryshuar 5 herë emrin. Plus kanë ardhe lajme nga Greqia për të gjë, bani mend takimet e Flamur Nogës me... Dhe në këtë rast, si thuash, në momentin që ti pret që të dëgjosh një haber si thuash pozitiv, jo se gëzojmë që sa mirë se ja futi kjo Berishës ose Ana Sjeldas, nuk është kjo thelbi, po kur ti pretendon që të gjithë adresimet e akuzave që kanë bërë këta do binin në vesh të shurdhër ose do binin squll, të del që në Greqi, ose më saktë pohohet narrativa që kanë bajtur deri tani opozita, të paktën për rastin që kjo e ka qenë e dënuar për një periudhë,
3 mujore dhe gjo për shkak të një falsifikimi vizave siç ndodhi siç thot gjykata e Janinës. Ose nuk e di, ka qenë gjykata e Janinës në vetvete apo sepse por këta në Janinë kanë kërkuar. Tani kjo më kujton rastin e Agim Kajmakut. Ish kryetari i Bashkisë Vorës. I Vorës. Sigurisht edhe ish kryebashkiaku se kur nisi kjo formulari i dekriminalizimit, edhe Pierin, si e ka pas ky tjetri i Shkodrës? I Shkodrës... Amaro Valdreqin, në ideali... Valdrin Pietri, se thash Pierini. Valdrin Pietri me Pierin Valdretin... Më falë, vetëm të them një lajm, nuk e di anëri, më falsifikuan firmën, Velia i Kallëzim në Prokurorinë e Tiranës, s'ka marrë ndjenin në qeli për një vendim të apelit GKO-s, nuk e kam nënshkruar unë. Si dhe? Ja të ta dërgoj edhe... Një më s'ka që më lexoj, s'ka problem. Okej, ka një lajm të minutave të fundit, ku kryetari i Bashkisë së Tiranës depozitoi një kallëzim penal në Prokurorinë e Tiranës për falsifikim dokumentash. Velia i pretendon se në një vendim të marrë në mungesë të tij dhe avokatit nga apeli i posaçëm, është edhe firma e tij sikur ka marrë dieni për vendimin. Po çfarë vendimi ka qenë? Mungesa e njoftimit për këtë, ja, do ta lexoj. Vendim gjyqësor tek Son kryebashkiaku ka bërë të digjen afatet ligjore për ta ankimuar atë në gjykatën e lartë. Tani, të lexoj çfarë ka ndodhur dhe pastaj ne... Kryebashkiaku Erion Velia i ka depozituar në Prokurorinë e Tiranës një kallëzim për falsifikim dokumentash. I pari i Tiranës pretendon se firma e tij është falsifikuar dhe një person tjetër ka firmosur sikur ai të ketë marrë dieni në qeli për një vendim të apelit të GKO-s dhe për këtë arsye është i drejtuar organit të akuzës me një kallëzim. Velia i referohet një vendimi të marrë nga gjyqtari Engert Pollumbi më datë 20/10/2025, ku është rrëzuar kërkesa e tij për të shpallur të pavlefshëm veprimet hetimore paraprake të SPAK. Velia i thot se në kallëzim se vendimi i apelit GKO-s u shpall në mungesë të tij dhe mbrojtësve dhe pretendon se njoftimi për këtë vendimarrje nuk i është komunikuar asnjëherë personalisht. Sipas Veliajt, në dosjen e apelit GKO-s është arkivuar një njoftim sikur ai të ketë marrë dieni për shpalljen e këtij vendimi dhe që mban firmën e kryebashkiakut. Por Velia i thot në kallëzim se ky nënshkrim nuk është firma e tij. Ndërsa shton se ka kërkuar informacion dhe nga burgu i Durrësit, i cili ka komunikuar se një vendim i apelit nuk ka mbritur asnjëherë në burgun ku Velia ndodhet. Në anën tjetër, do dua ta lexoj, deklaroj shprehimisht dhe në mënyrë të prerë se ky nënshkrim nuk është firma ime, thot Veliaj. Kjo konstatohet drejt për drejt nga unë dhe konfirmohet objektivisht pas një dyshim nga krahasimi me nënshkrimet e mia autentike të depozituar në dokumentet e tjerë zyrtare, publike dhe private, të cilat janë lehtësisht të verifikueshme. Për të verifikuar në mënyrë objektive dhe të pakontestueshme pretendimin e njoftimit, kam kërkuar zyrtarisht informacion nga institucioni ekzekutiv të vendimeve penale Durrës, institucion në cilën ndihem i privuar nga liria, me shkresë sot numër 218 e protokollit, datë 14/01/2026. IEVP Durrës ka konfirmuar shprehimisht se vendimi i gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krim organizuar nuk ka mbritur asnjëherë në këtë institucion. Ky fakt administrativ i provuar me akt zyrtar e bën objektivisht dhe juridikisht të pamundur marrjen e dienis nga ana ime për vendimin e fjalë si person i izoluar dhe përjashton çdo mundësi që njoftimi të jetë kryer në mënyrë të rregullt dhe të vlefshme, thuhet në kallëzim. Kryebashkiaku i Tiranës thot se firma është i falsifikuar qëllimisht me qëllim që të aktivizohet në mënyrë fiktive afati i ushtrimit të rekursit në gjykatën e lartë. Pra, këto dy element të provuara, mungesa absolute e çdo njoftimi real, thot Veliaj, dhe ekzistenca e një deftese komunikimi me nënshkrim jo autentik në emrin tim, përbëjnë të marra së bashku provë të drejt për drejt dhe të pakundërshtueshme se deftesa e komunikimit është falsifikuar. Ky falsifikim është kryer me qëllim që të deformohet artificialisht fakti juridik i njoftimin mbi vendimin gjyqësor dhe të aktivizohet në mënyrë fiktive afati ushtrimit të rekursit në gjykatën e lartë, thuhet në kallëzim. Për masën. Po,
Sipas Veliajt, ky veprim cënon rënd të drejtën kushtetuese për ankim, sigurim juridik dhe parimin e procesit rregull ligjor, duke synuar realisht humbjen e së drejtës së rekursit përmes përdorimit të aktit zyrtar të rrem. Në kallëzim kërkohet regjistrim i menjëhershëm i procedimit penal, ekspertim grafik i nënshkrimit dhe hetimi i zinxhirit plot të personave që kanë hartuar, administruar apo përdorur këtë dokument, si dhe hetimi i çdo vepre tjetër penale që mund të rezultojë gjatë hetimit përfshirë shpërdorimin e detyrës. Një kopje e kallëzimit penal është depozituar gjithashtu gjykatës së lartë si provë se afatet procedurale për ushtrimin e rekursit nuk kanë filluar kur ligjërisht për shkak të mungesës së një njoftimi të vlefshme. Ky është reagimi. Rekursi nuk ka filluar, ma lexoj fjalën e fundit? Ja, një sekond, të lutem. Qëse ke rekursi nuk ka filluar normalisht, praktik kanë munguar ditën të mbrojtëse. Pra, në afate. Në afate ky thotë nuk kam çuar dot çështjen për për rekurs. Vendimi, si ta çe për rekurs, një kopje e kallëzimit penal i është depozituar gjithashtu gjykatës së lartë si provë se afatet procedurale për ushtrimin e rekursit nuk kanë filluar kur ligjërisht për shkak të mungesës së një njoftimi të vlefshëm. Po, normal. Ky është fjalia e fundit që nuk e kanë çuar vendimin ditë. Po. As ditë as avokatit apo ai thotë më kanë falsifikuar firmën. Përveç asaj të as atit as avokatit. Dhe i kanë falsifikuar firmën. Kjo është pretendimi që ka Veliaj dhe ka bërë një kallëzim në prokurorinë e Tiranës. Po se s'ka ku e bë tjetër. Po. Ky është një reagim i Veliaj në këto momente. Si e shikon Andrej? Se të ndërpreva nga një çështje po më doli. Nuk është aty thelbi. Thelbi është e para do ta shikoj se çfarë do thotë. Problemi i asaj gjithë asaj është tek afatet, se vendimi i gjykatës së apelit ekziston, nuk është se ekziston. Problemi është kush ka ndërhyrë sikur këtit janë shkel afatet për t'i shkuar vendimi dhe këta në gjykimin tim se janë unë kam dëgjuar raste personalisht disa raste që këta harrojnë për shumë gjëra, ta them sinqerisht. Harrojnë të shojnë dokumenta të plota edhe në format e arrestimit, për shembull që njihet me drejtat e tua, ka disa procedura, më kupton, dhe nga harresa që nuk e di se si mund të ndodhi në këtë rast, dhe nuk po flasim për subjekt normal, mundohen të riparojnë dëmin duke bërë një dëm tjetër që është më i madh se sa ky i pari. Më kupton, për të mos kontaminuar procesin e tyre ose gabimin e tyre, këta arrin të falsifikojnë tani pretendime, ose se u çmend Velia që thotë që nuk është firma ime dhe s'm kanë ardhur kur. As u çmend që drejtoria e burgjeve ose drejtoria e burgut Durrësit që thotë që ne s'kemi marr kur vendim që të depozitojmë për shkak të situatës hermetike ku ndodhet kryebashkiaku, që çdo gjë kalon nëpërmjet. Pra këta nuk i pranuan as t'i çonin dosjet, as një gjë, as që të njihen me fashikujt në një kompjuter të JVP-s Durrës, kështu që dhe ai pretendon se i është falsifikuar dhe firma. Po pra, për të rregulluar gabimin e zotëria, besoj, kjo do të jetë se s'ka shpjegim tjetër. Për te kalim afatesh, kanë bërë këtë falsifikimin. Tani nuk e di mi fjalën. T'jen kaq idiot, nuk jo vetëm idiot, po problemi është se kjo ka pasoja thelbësore, nuk është diçka e pa vlerë, më kupton, që për procesin atit dhe do dalin fiasko nesër pas nesër, se gjithë këto makinacione, kur i bën në këtë lloj, me këto lloj skemash, në kur nesër pas nesër çfarë preti të marrësh, çfarë përgjigje do marrësh nga për shembull gjykata e Strasburgut, për të mos thënë gjykatat e tjera. Po nejse. Unë do ta shikoj çik më mirë, as era se kam tani po e gjova. Ishte erë parë se tani ka dalë si lajm. Po. E çuditshme. Janë bërë dy lajme sot. Të dyja lidhen me persona që kanë pushtet politik dhe me pretendimet e tyre që Spaku po i unë besoj normal që nuk është problemi i personave që kanë pushtet politik. Unë se do të lidhen se si mund të jesh kaq i paaft ose të mbash të fshet, për shembull, më kujtohet rasti i Irena Gjokës kur u pyet prokuroria posaçme nëse
zonja në fjalë, a kishe dieni spaku për zonjën nëse kishe kryer një dënim apo ishe dënuar në Greqi? Përgjigjja ishte komplet institucionale, nuk kemi asnjë kazim penal për asnjë fjalë dhe ne nuk kemi si këtë adim sepse këtë punë e zgjidh KLG-ja, ku është bërë ku është plotësuar, dorëzuar formulari i dekriminalizimit dhe me këtë punë është marrë vettingu. Kjo është dalje nga përgjegjësia. Pse është dalje nga përgjegjësia? Se në momentin që ka një pretendim nga palët, ti për të mos ta bërë procesin PIS, prokuroria posaçme në gjykimin tim, po dhe gjykata posaçme do të kishte nisur verifikimet vetë me letër porosi gjykatës së Janinës, a është dënuar zonja, se s'mund të presi ti tani të bëj 1 vit e gjys gati burg Ilir Meta, 1 vit burg, 1 vit e pak ndoshta burg Zoti Berisha, se burg që u dha arresti i shtëpisë, dhe ti në fund fare del që këta pas kanë pas të drejtë ndaj teje dhe nxjerr komplet procesin nul. Se kjo nuk kupton që ti mund dalësh absolutisht edhe spaku apo prokuroria posaçme është shprehur se jo të gjitha veprat penale kanë të bëjnë me një si thua, çdo vepër penale e konsumuar, siç është rasti i falsifikimit të vizës sipas dokumentit të gjykatës së Janinës, a prokurorisë Janinës, se di tani, përkthehet në mund të jetë çështje administrative, por në rastin konkret mund të jetë çështje penale. Tani duke marrë një lloj paralelizmi me Agim Kajmakun që thash. Po. Dhe me Valdin Petrin, Valdrini më duket sepse kishte një rast të posedimit të lëndë narkotike që më duket se ishin lënda në këto të letat, jo në Itali, dhe më duket më prapë edhe fitoj. Po rasti zotit Agim Kajmaku, kryebashkiaku të Vorës, e çoi për të pandehur direkte zotërinë për shkak të fshehjes së deklarimit, pra formularit të deklarimit. Dhe ai njëjta gjë nga njëjta gjykata e Janinës, i dënuar, rezultati i dënuar për falsifikim parash. Një vepër tjetër që nuk ka rëndësi, por ndoshta nuk ka rëndësi për subjektin, por është nga njëjta gjykatë, një vepër penale e kryer, tani do ta shuajnë këta që kjo vepër penale që ka kryer zonja e dëmton legitimitetin e procesit që kjo zonja ka kundër Berishës, kundër Metës apo dhe Ahmetaj? Se pak rëndësi ka për ne në opinion publik nëse do shkojë pa ndehur zonja. Kjo është pjesë e përgjegjësisë saj që ka marrë të thotë që unë nuk jam e dënuar, ka pas dënie që ka qenë dënuar, por në 24 vite, pra një ngjarje që ka ndodhur në 2002, në 24 vite nuk ke tentuar një herë ti ikësh Greqi që të kuptosh, dhe fakti nëse ti s'ke tentuar asnjëherë prej këtyre 24 vitesh të shkelesh në shtetin fqin, do të thotë që ti ke qenë dieni të veprës penale. Bën sens si logjik kjo. Se tani nuk se nuk ndodh që se ngjan njësoj si ata që janë dënuar dhe që nuk shkojnë për Itali këto se kanal, se thonë mos na zbardhet kartela, lë mos ta gacmojmë. Po pra, ideja është që unë besoj se rasti i zonjës në fjalë është rast që është për të verifikuar absolutisht. Rasti i zonjës në fjalë është kërkon përgjigje, se deri tani ka dalë gjithë nga përgjegjësia dhe më bën habi që ende nuk kemi një përgjigje, qoftë nga ILD-ja, qoftë nga KLG-ja që ka marrë përsipër rastin e zonjës në fjalë, se vettingu është ka marru vettingu procesin, dhe nga vetë zonja, ndoshta, që të pyetet, sepse bie komplet legitimiteti i gjithë vendimeve që ja ka marrë për rastet, po flasim për masën, dhe pa ka shkuar në gjykim të rasteve si Zoti Berisha, Zoti Meta dhe Zoti Ahmetaj. Tani në këtë paqartësi, a meritojnë shqiptarët i përgjigjen? Besoj se e meritojnë. Nuk mund të fshihemi më nga pjesa që mund të jetë kështu apo ashtu. Shqiptarët duan përgjigje. Por dhe subjektet e saj duan përgjigje. Është apo jo vepër penale, kundërvajtje penale, apo është administrative që nuk e cënon funksionin e saj brenda institucionit. Tani, ka diçka, Andri. Irena Gjoka si gjyqtare ka pasur disa prej dosjeve më të nxehta. Po.
Dhe kur them dosjeve më të nxehta, një prej dosjeve më të nxehta të cilët ne nuk e përmendëm sepse u fokusuam te dy aktorët kryesor, Meta dhe Berisha, është dhe Fredi Beleri. Po. Pasi zonja Irena Gjoka u morë dhe me Fredi Belerin, atëre filluan mediat caktuara në Greqi dhe atakonin. Filluan mediat të caktuara edhe këtu që e sulmonin zonjën Irena Gjoka. Në asnjë moment unë nuk kam parë që zonja Irena Gjoka të bënte këtë hap që në optikën time është më mirë për të mbyllur gojën. Pra, ti vetë në Greqi dhe kërkon një dokument, sepse para disa kohësh doli dhe një dokument që e mohonte dënimin e zonjës Irena Gjoka, por të ngellën thjesht si tymnaje mediatike, nuk është se kishte kontekste juridike që ne ta kuptojmë edhe të qëndrojmë dhe të themi ky është fakti. Në këtë pjesë, kur shikojmë që gjithë to mekanizma, pra Fredi Beleri, Ilir Meta, edhe Amar Maltezi më duket se ka qenë në këtë monitorim. Sepse është brenda për në një dosje me Sali Berisha, Ametaj, atëre Pesha. Edhe biznesmenët e Irenës janë. Po, edhe Pesha që mbartë sot Irena Gjoka dhe pse duhet të jetë një figurë me kartë morale të pastër është për këtë arsye. Tani thelbi qëndron se ne duhet shohim çfarë do thotë Spaku tani, se prokuroria e përgjithshme e mbylli këtë çështje. Por në anën tjetër GKK-ja si do përgjigjet, se ajo vepron brenda GKK-s. Si janë instrumenta tani se por s'kemi përgjigje akoma një po prandaj po them s'kemi është administrative apo penale kjo. Dhe nuk po duhet të pandehur apo të vazhdoj funksionin për një vepër e cila nuk e kushtëzon tek kushtrimi i detyrës. Unë të lexoj emrat që ka pasur, se edhe ata emrat që thash unë ishin gjithë, se pas ka pas disa kjo. Pas ka pasur edhe jo vetëm Metën, por ka pas dhe kryemadrin, pas ka pas dysh. Pas ka pasur dhe ka Fatmir Mediun. Po Meta kryemadhi janë në një dosje, kështu që normalisht të dy. Pas ka ish ministrin Beqaj. Tani këta tërë, do më thënë vetë Irena Gjoka, në eksperiencën e saj, ka një eksperiencë 32 vjeçare, që prej vitit 1993 është hyrë në sistemin gjyqësor këtu në Shqipëri. Pas diplomimi në Universitetin e Tiranës për drejtësi, Irena Gjoka ka punuar në gjykatën e Fierit deri në korrikt vitit 2014, ku më pas është emëruar dhe transferuar në krimet e rënda. Nga dhjetori i vitit 2019, që prej themelimit ajo është emëruar si gjyqtar në shkallën e parë gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ndërsa për 3 vite në mars 2021, mars 2024 shërbeu dhe si zëvendës kryetare kësaj gjykate. Tani thelbi qëndron që në gjithë të pjesë ajo ka qenë edhe tek ish deputeti Jurges Çurbja, pjesëtare, dhe të paktën sa i përket procesit të vettingut. Këtu po të flas për procesin e vettingut. Irena Gjoka është konfirmuar në detyrë në të dyja shkallët nga verifikimet që ka pasur KPK-ja në shkurt 2020-s dhe KPA-ja në qershor të vitit 2022. Ku pavarësisht dyshimeve të komisionerit publik për deklarimin e pasurisë, kolegji arriti në përfundimin se gjyqtarja ka arritur në nivel të besueshëm të pasurisë dhe në nivel të besueshëm të kontrollit të figurës dhe profesionalizmit. Pra, këto janë çështjet e zonjës Irena Gjoka, neve informacione tjera, sepse tashme ne duhet presim një përgjigje nga GKK-ja, po dhe vetë nga gjyqtarja Irena Gjoka. Se logjikisht se di çfarë për të mirën e opinionit publik. Ajo mohonte, më duket se e ka pas mohuar. Ajo e ka mohuar tërkohën. Po tani se kjo nëse ata thonë je i dënuar, është njësoj si dikush na shpallin ne tani unë për arsye të punës bëra atë që bëhet i Albania. Po kjo e që je... Po, që nuk e i dënuar. Edhe më doli penale, i pa dënuar. Po të më kishte dali dënuar... Jo, pa ajo del i pa dënuar
mbas 5 vitesh, edhe sikur ti është dënuar tani, sot, mas 5 vitesh nga data e sotme, ajo deli pa dënuar më sepse quhet i rehabilituar. Prandaj në rastin e zonjës në fjalë nuk i del i dënuar sepse e para herë nuk është dënuar në Shqipëri. Më kupton, kur pyeten autoritetet shqiptare, nuk pyeten autoritetet tuaja. Nuk ka dënim në Shqipëri. Edhe nëse do i kishe për efekt të rehabilitimit quhet mbasi ke kryer një vepër penale, mbas 5 vjetësh se ashtu i bie ke kryer një vepër penale ti, sa herë merr këtë dosjen e penalitetit, çfarë quhet kjo? Dëshminë e penalitetit, i bie që ti nuk puq më as i vend të punë në jetë jetëve, më kupton, për shkak të dënimit që mund të kesh marrë zëm në 99-ën. I bie që mos të fillosh asnjë ditë punë, kështu që prandaj për efekt të rehabilitimi është sisuar që mbasi merr këtë mbasi ke kryer i vepër penale, të pastrohet dëshmia e penalitetit mbas 5 vitesh. Prandaj po i ke vënë edhe në rastet e dënimit zotit Saljani që u dënua, pas 5 vitesh ka mundësi të rikthehet për disa vepra, jo të gjitha veprat janë e vërtetë është. Janë të pranueshme, të tjera të dalin. Më kupton, ideja është që në rastin konkret kur ti e ke ditur ose se ke ditur, po minimalisht do ishe informuar për rastin fjalë, çfarë pretendonte zonja, se nuk do vazhdonin ta, nuk do kërkonin. Ka bërë shumë përshtypje, në fakt sepse ata e kanë luftjete. Dhe kjo në fakt, qofse zonja del e dënuar, atëre narrativa... Jo nëse del më ka dalë më, s'ka qa del më. Ore, qofse tani do shikojmë qa do thotë... është tjetër nëse vepra e saj nuk e kufizon në ushtrimin e detyrës, që është mund të jetë administrative. Po që ajo është dënuar, si shtan këta, është te faktuar. Ka dalë me dokument, doli, kishte dalë më përpara me dokument, kjo mohoj. Tani, i fusi dhe një 5 emra këta, se më shumë emra ka kjo, se sa një pjesëtar i bandave kriminale, të ndryshuar, më kupton, se dhe ata i ndryshojnë nga herë, 2 herë, 3 herë, tani, në këtë kontekst, që shku muhabet? Dhe janë gjëra besoj që këte kanë ditur mërë, dhe njerëz pranë saj, dhe njerëz që kanë punuar me të, nuk është i gjë e re që doli nga hiçi dhe u sol tani në tavolin kjo. Ata e kanë ditë shumë mirë. Se asnjë... Po them pra njerëz më të afërt e kanë ditur. Ata mund na dinë edhe neve, pra Rama me Berishë mund ditë çdo njeriu se çfarë bën. Po timin edhe në qofse jemi dënuar. Ore dhe mos e ditën ata do e marrin vesh nëse ti del përpara ose i pret rrugën, si thua. Në këtë pjesë kjo e dëmton shumë procesin në optikën time. Jo, nëse e shko për ndjekje, bien poshtë gjithë procedurat që janë marrë deri tani, kupton, fillojmë nga e para, po Ilir Meta s'mund të presin burg nga e para, as Ilir Beqa. 2 Ilirat nuk mund të presin dhe 2 vjet prit se të zhvillohet dhe procesi se kjo ka qenë dënuar pas ka deklaruar. Ata do presin, s'kan çfarë bëjnë. Ja, më si len, ka tekalim të afateve, del me nuk e lejon ligji, jo se s'duan, jo nga dëshira atyre ose tyre tjetër për t'i mbajtur. Ka tekalim të afateve dhe mbaron cikli këtu, më kupton. Tani, më shumë se budallik më duket qofshe e gaburë, s'ke më burë. Duket sigur ka rënë një kolaps e gjithë situata, se asnjëri s'di çfarë të thotë për këtë çështje. Ore tani ti më thua, se prisha për shkakun që dilte Rioni, ta them sinqerisht, thoshte ma kanë falsifikuar firmën. A mund ta mendosh për shkakun që mund të falsifikosh firmën ti kryetarit për shkak? Çfarë kuptimi ka me fjalën? Ku do të dalësh ti me të? S'do e marri vesh ai që i ke falsifikuar firmën ti. Prandaj ka marrë 20 avokat aty. Po edhe vetëm me qenë me vesh, dhe një budalla e merr vesh atë. Si ka ardhë vendimi, e kanë falsifikuar, sikur ky e ka marrë dhe ka shku, kanë hyrë te afateve. Afatet e rekursit të gjykatën e lartë. Unë se kuptoj se si mund ndodhi kjo është. Jo e paqartë, po nuk ka kinez kur i themi ne që e përkthej këtë muhabet. Anari, pra nuk t'jep asnjë lloj. Doja të preknin dhe pak të televizionin e kuventit. Po, që u bë sot. Mu më pëlqeu ajo gjë, me thonë drejtë, në dipse. Jo, nuk pëlqen ata, se ato si shoh. Jo, më jo, të pëlqeu, orë, po si ide, se si ide më pëlqeu. Problemi është se këta opozitën parlamentare kanë shumë të gabuar mënyrën se si e zhvillojnë.
plus janë personazhe të urryer me opinion publik, një pjesë e tyre, jo të gjithë, janë sa njerëz që kur flasin të dhëmb truri i vogël, me fjalë nis migrena këtu dhe përfundon dhimbja në tru të vogël, direkt në nerva, pra janë njerëz që ke një lloj antipatie jo nga pamja ose po nga mënyra se si ata bëjnë politikën, që është ashtu, kurse transparenca më pëlqeu. Për sa kohë ti zgjedh që unë lexova se nuk e dija, ndijes që ndërpres. Ky që ka model gjerman. Në Gjermani funksionon ka e tillë. E lexova, nuk është se nuk e di. Më pëlqen kjo gjë. Më pëlqen realisht, sepse në moment që ti zhvillon me dyert të mbyllura, më pëlqen transparenca që duan të bëjnë këta në raport me opinionin publik. Ta di dhe media ta marrin vesh dhe opinionin publik se si zhvillohet mbledhja, se çdo gjë po bëhet me dyert mbyllura. Gjykimi dyert mbyllura, hetimi dyert mbyllura, parlamenti, kuvendi dyert mbyllura, tani llogaridhënia është me kaseta dhe me video Facebooku dhe TikToku, që s'ka nga ngelur gjë tjetër, ne ta mendsojmë se unë mendoj që gazetaria që ti dashuron se ti e ke qef, dhe se nëse kam shumë qef. Mu ka nisë kështu si... Jo, po ti e ke shumë qef atë investigusen. Investigusen, po. Po investigusen flas. Po. Dhe gazetaria që ti ke ndërruar apo ndron, unë mendoj që me kalimin e kohës. Jo, ka koha që ka marrë fund. Dakord, nuk po them ke dhe disa momente, por mendoj që sa do të vi, do centralizohet informacioni dhe do jetë e pamundur të bësh kanë bërë ata më për çfarë? Gazetari investiguese. Investiguese gjen, ke hapësira ku u futesh. Flas burime, se jemi akoma fshat shumë i vogël. Po prandaj po them, por janë papërgjeshëm dhe jo profesional. Janë të papërgjeshëm. Ta kam thënë, po nuk di ta fshej kaçkën. Jam dakord, por po them këtë gjë. Po ti ishin ai zgjuar. Pra, gazetari investiguese tashmë ty do të ngelen të bësh modelin që bëjnë këto jenet, po edhe këta kanë të vështirë me call centrat me këto. Se kanë dhe shumë burime ata që ju vinë informacion nga të gjitha anët. Ata e kanë shqetësuese atë pjesë, plus të bësh një hetim për call centrat nga Gjermania është gjë më e thjeshtë në botë Shqipërisë. Në Shqipëri, vetëm Tiranë nuk e di se sa call center janë. Mund të jenë minimalisht 200-300 call center. Të dërgova një gjë për të qeshur, po e shikon pastaj. Po, mund të jenë minimalisht 200-300 call center flas në brenda Unazës. Që operojnë. Brenda Unazës. Jo pa dali çik më në qendër, në zemër Tiranës ke call centra që vjedhin çdo ditë. Pa nuk i thu do të me thonë drejt, e di si është kjo puna, si kemi thonë për puna afateve të timore që pse se bërje e jetë shpejt. Nuk ja thu do të se a i ka afate edhe bën kur do a i si të thur, edhe të opozita dhe ti thush për qa të regoj më përpara. Ca miqi kanë vetë, e ca njerëz i njojnë, e ca tjerët i punojnë, e ca i kanë ortakëri. Mua kjo... Opozita flas dhe opozita gjithë bashkë, sepse, por nuk është faj, do të them kryesore, kush është problematike me madhe call center, policia. Policia, po, aty është, po. Ata e lejojnë, e ligjerojnë, ata paguen muaj për muaj, marrin më përpara, para se të bënte problem, para se të vinin këto organizmat e huaj, që filluan me arrestime në Tiranë, ishte fija diku të 10.000 euro, pra në muaj. Më kupton? Që jepshin, për shumë ti kishë një call center që mashtroj publikun, edhe merja 10.000 euro, filan, shefi rajonit X, shefi krimit ekonomik e tjetëri, biles edhe bisedat i bënin shu lirëshëm talava. Pasi erdhen që u nisën ca aksione nga ndërkombëtarët, rritën pazarin. Pra të bashkime, u rritë pazari shumë, ca filluan të kërkonin përqindje, pra ortakëri në biznes. Jo, nuk ishte më me 10 që 20 që apo 30 që filluan të kërkonin përqindje në lekët që gjeroheshin nga ky. Unë kam thënë, ai është biznesin më i tmerrshëm që robi në një situatë shumë të rëndë ekonomike, të kesh mund ta mendoj. Vetëm gjë që s'do bëja atë s'do bëja. Pse? Sepse kam dëgjuar histori që këta u kanë marrë para lloj-lloj njerëzish, se nuk po flitet se marrin për shembull
të pasurve ose këtyre të ligve për t'ia dhënë të varfërve Ata ja marrin ose të këtyre të varfërve. mirëve. Ata të varfër ja marrin sa të Ata target ja group. marrin, është një lloj pensionistëve, bigjozi, kështu ka pas njerëz që kanë qenë smur me kancer që thoshin kam lekë të fundit për kurim dhe më duhen më shumë që të bëj më lekë që të kurohem, sepse dhe ja kanë marrë. Pra e kanë lënë nga një shifre kanë shku në sa histori që janë skandaloze sinqerisht kur i lexon ose kur ti tregon kush është vesh duarën në kokë. Pra është një biznes që ti i hyn hak dikujt, jo dikujt, por këta e kanë hyrë me qindra e mira veta në hak, pa të pas borxh asgjë. Dhe ti nuk ke asnjë lloj ndërgjegje apo brerë ndërgjegjes që e vjedh dikë, e vjedh në mënyrë më brutale të mundshme duke e mashtruar her pas here, dhe pse nuk është një gjë që ti ja kërkon siç bëjnë këta të indianëve që të marrin 200 çe kështu nëpërmjet kanës. Ai është një gjë që të fusin në kurth. Dhe për ditë kërkojnë nga një gjë, derisa të rripen për ditë. Ka njerëz që kanë paguajnë nga 50.000 euro, si duket ti bigjozi. Edhe thonë kurse këta justifikojnë, se delet e bigjozi ai, po më jep mua po. Ai aty te bigjozi për të seruar dhe këtyre që bëjnë si shumë zgjuar. Përveç këtyre kompanive apo makinetave në Shqipëri, ai i bigjozit atje e ka me ligj që X% kompania 30 me 70, pra 30 i mban kompania, 70 e kthen nga ato që hyn, pra e shpërndan, si thuash, më kupton? Kurse këtu tani është 80 me 20, 80 e kanë biznesi, 20 e shpërndan tek lojtari, më kupton? Kush ta kapi më parë, pra është komplet e kundërta, sepse këta gjithë paguajnë haraqin diku, policia, tatimet, krim ekonomik, drejtoria pastrimit parave, ku dëgjon të gjitha këto, dhe në fund fare më i goditur janë shtresat më marginalizuar, njerëzit e thjesht, që nuk kanë lidhje as me njërin as me tjetrën. Por problematikat në Shqipëri, dhe skandalo, ti e pete aksioni i fundit në një fjalë që u dekonspirua operacion. Ma shpjegon do ti? Si u dekonspirua operacion? Kot se e morën kush e dekonspiroi pse e nxori kjo. Nuk është rast lokal që ndodhi te kjo. Por ky rasti nga që ndodhi te kjo gjë ishte i fortë, ora këta spionojnë dhe njëri tjetrin për shkak të çështje biznesi konkurrencë. O Andrej, unë kur e lexova, domethënë. Jo, çfarë do thotë, çfarë do thotë? Në vetvete më fal. Çfarë do thotë? Dekonspirim. Ma shpjegon do ti? Ka dalë informacione, kush e ka nxjerrë informacionin? Po e ka ditë PKH-ja, s'ka rëndësi ose policia. Pra këta kanë qenë ndjeni gjatë gjithë kohës. Dhe këto vazhdojnë të ndjeni gjatë gjithë kohës, vazhdojnë të paguan, vazhdojnë të marrin përqindjet e tyre dhe në kthyer ortak. Pra policia është bërë ortak me krimin dhe kriminalët. Dhe një polic i paaft, një polic budalla, një polic jo profesional, është më i padëmshëm shumë herë më i padëmshëm se një polic ortak me krimin. Një polic kur bashkohet me krimin mund të vrasë, të zhdukuj letë pa gjurmë, të marrë jetën, pasurinë, pronën, çdo gjë t'i bën. Dhe nuk ke ku të përplasesh. Kurse një polic budalla, maksimumi nga pakujdesia ose nga idiotësia mund të bëjë një vepër, po të dytën nuk ja lejon kush. Kurse këta nuk janë budalla, këta janë poshtë. Më bëri përshtypja, domethënë flitej për shifra 10 milionë euro në muaj. Shumë 20 milionë, 25 milionë. Po është një milet i madh që gënjejnë këta, merr këtu. Nuk i marrin gjithë nga 250, po le çfarë thonë aty tek se doli edhe kjo që 250. Aty aq kanë nxjerrë ata. 250 kërcesa aty ka që luajnë atë çketi për të marrë të 50-shën do të fusë i 5-shë. I 10-shë jo, po se tani ta kemi shumë më lart këto. Dhe thelbi qëndron që këtu duket sikur krimi ekonomik flegjum. Se ti ke në ti... Flegjum. Jo, dakord, duket thashun sikur flegjum. Jo, po jo, thuaj tamam si që është. Ata janë ortak, se e di qa mendoja ne... Flegjum ata. Mund të dalim këtu në lagjen tonë. Ti ke makina shumë luksose. Po. Të cilat nuk ju justifikojnë edhe biznes të fuqishëm të jenë, nuk mund të bajnë dot... Po. Ke Ferrari, ke Lamborghini, ke G-Class, ke loj... Madje thonë që këta i marrin punojësit njërë në 2 muaj i bëjnë edhe udhëtime luksoze në për vendet e Europës. Po, i bëjnë reunion në vendet e Europës. Kështu kam dëgjuar se unë... U bëjnë dhurata. Ju bëjnë dhe dhurata,
këta tani gati politika duket Po normal mos një foshnjare. punoj institut sjellë 1 milioner. Po, drejt këti. S'po e çoke do ti në një udhim që dhe i shpenzosh 2.000 euro ti fjala vjen se dhe ja bësh Ore gjitha. edhe 100 po ja gjore thaj. Ore 2.000 më 2.000 se janë budalleta ta që 100. Ta jetë ka një në vit për shumë varet se sa mund ta ketë. Çek ka ai që i çon derën në vit me një gjë. Nuk është kjo. Thelbi është, nuk janë këta ore. Thelbi janë këtyre që e lejojnë. Ore krimi, si thua tani ai kriminali është në fund ditës ai duhet të është, ai duhet. Bukës i thënë dhe ata, si e ne. Problemi është këtyre që bukës atyre duhet të thënë që bukë që nuk ka përdijet. Ti nuk mund të ashtë lukë qorpë të ata dhe të kthehesh pastaj ta bësh gjumë radhë. Po këtu të ne është bërë katë sa gjëra që këtu nuk, ore, dhe rrushfeti në vetë ka një sens më burë, nuk mund tjetë rrushfet për çdo gjë që merr frymë, ta nuk kanë as, edhe të rrushfeti nuk e ndajnë, në ke brështish? Ta marrin njësoj dhe kur vritet dikush, dhe kur vjedhet dikush, dhe kur kesh trajtohet dikush, dhe kur nuk jepet shërbimi dur, dikujt flasë dhe të spitalore. Ma kupton të tani? Të shërbimi spitalore ti tani të onkologjiko i se si japin ilaçet. I kin dritat. Me fjalë. Shqipëria është shumë e bukur për të jetuar, se duke si po i Jo, shumë e bukur është. Problemi është institucionet i kemi kuthrët qameti, i kemi cop-cop, dhe këta institucione janë kthyer vegla, ose jo të gjitha, se s'mu them gjithë institucionet ose të gjithë janë vegla, të këtyre, po një pjesë e mirë, sidomos postet drejtuese, dhe jo ai nën punë si thjesht ai allergji ose specialisti, sidomos postet drejtuese janë kthyer në vegla të krimit të organizuar. Që janë gjithë drejtoritë që merren për shembull kush ka pagu sigurimet, i harroj ai një muj 120.000 lekë shkon atje dhe i mbyll llogari dhe bllokon gjatë për të bërë statistikë, ku në fakt të gjithë të tjerët pastaj xhirojnë miliona euro dhe si thot kush gjë. Një prej gazetarëve tregonte një histori që thoshte ka pa një portal dhe vinin gjithmonë sigurimet, pyestin çdo muaj. Ja janë siguruar punojësit, po te call center thotë nuk vete asnjëri trokasti. Po. Kjo është, besoj janë kaq, jo, besoj për momentin. Të dashur miq, më mbrapa për shkak një defekti teknik që kishim do jem në një lidhje më saktë një bisedë me mikun tim Ardit Rada, kolegun ton të timit e Ermalin. Do të shihemi sërish nesër, absolutisht, me tema tjera, sepse situata është kaotike e paqartë, por kam përshtypjen se do të zgjasë kjo bisedat ose ngjarjet. Deri në 2027 ta kam të thënë. Kështu do vazhdoj. Edhe ata 2029 kështu si po shkon puna. Jo, 2027 do jetë kjo situatë, po deri në unë të kam thënë që Rama deri në 2029 këtu e ke. Bashkë me Brown. Se Brown do 2029 i marrë mandati apo. Po, unë mendoj që fund 2028. Ta kam thënë, edhe kjo. Pra dhe Brown është njësoj me Rama. Edhe narrativa që përdorin këta, kam thënë që nuk ka piruj. Sepse ka shumë ekuacion. Po thoja për Irena Gjokot, mund ta thash dhe se u ktheva kot për një fjali. Duke se kjo puna e Irenës më vjen erë. Duke sikur kanë lënë kasile këtë. Duket si një puç nga brenda. Por pas sikur kanë ditë këtë dhe kanë zgjedhur këtë për të pas gjithë këta mbikurriz, këta të opozitës që vetë majoranca, se Ameta edhe Beqa s'kanë qenë peshatleta, kanë qenë ministri shëndetësie, ministri financave ekonomisë dhe që ka dogana e tatime drejtë shëritan e deri tek zëvendëskryeministri te fondet e rinjë tatimi. Madje dëgjova dhe rrëfimin e atij shokut tënd që më doli në Instagram që i kishte kërkuar nga drejtori kulturës dhe turizmit kalonte drejtorin atje dhe tha përgjigja e Beqit ishte edhe suksesi. Po, në fund ata nuk të suksesin kanë dalë gjithë. Po Beqaj mbaj mend rastin e Kuksit ishte komplet arrogant që doli si përgjim. Më thanë, o bëhe si të mund, thoshte ose suksesin e gjitha. Tani kanë fillu u lute njëzve, aman bëhe si di tipa, se mund t'ja lënë dhe pa e bërë fare, se kanë frikë se i shkon spakut e dira. Të dashur miq, na bëni like, subscribe, na sugjeroni të miq tuaj brenda apo jashtë vendit. Ju faleminderit që na ndiqni her pas here. Si ju që jeni në këtë shtetin ton të vogël, por me institucione më të vogla se sa shteti dhe të dobta,
falenderojmë gjithë diasporën që na ndjek nga jashtë dhe na suporton, na shkruani her pas here nëse keni një ide, mendime për tema të aktualitetit, besoj se këto tema do vazhdojnë dhe do zhvillohen her pas here për shkak të rëndësisë që kanë dhe subjekteve që kam kapur, sikurse është SPAK apo marrëdhënia gjeopolitike, sepse ka pas një deklaratë zoti Macron së fundi, pasi refuzoi atë ftesën e Trump për bordin e paqes, ka pas një deklaratë që është shkëput kryesisht i ka shkëputur si thuar deri një farpike, jo marrëdhënie diplomatike, por paktën qasjen që ka pas me zotin Trump, ku e cilëson si mjaft më nuk mund tallet më e quan si talli që po i bëhet e Europës, dhe nuk bëhemi pjesë e kësaj. Tani ajo pjesa me Danimarkën vazhdon, kështu që do flasim për gjeopolitik, po edhe për aktualitetin, me pranga apo pa pranga, po gjithmonë në interesin tuaj. Faleminderit dhe mirupafshim.